në këto rrethana. Ja ku është Genci, përshëndetje, faleminderit që je me mua. Pra, po ta shohësh me vëmendje, ishte pothuaj dramatike nga pikpamja e peshës ajo që ka ndodhur sot, sepse njerëzit nuk kanë kontakt me zotin Dumani përgjithsisht. Ai vjen në komisionin e përbashkët i detyruar dhe i thirrur, por dhe është i detyruar jo vetëm të pranojë pyetje direkte, por edhe pyetje retorike, ndër të cilat referenca e zotit Strazimiri ka qenë edhe akuzuese retorike pa pretenduar një përgjigje, siç kam një përshtypje e perifrazoj sakt që ai ka thënë sot bashkë me Belind Këlliçi. Po le ta fillojmë nga e para. Kam një kërkesë megjithatë në televizion, zonja dhe zotrinj, politikan, jurist, çfarë të doni të jeni ju, artist. Ju lutem vërini pikë frazave mbas 45 sekondas, 1 minuti, se nuk mund të jetë një përgjigje katëror. Është në mungesë edukate e theksuar e komunikimit, kështu që Genc, të lutem, se ti je një dashurues i madh i të folurës publike, ritmo usta që neve t'i themi të gjitha gjërat për cilat dua të pyes. Prandaj, kjo historia e kërkesës në formë pa dije ndaj Dumanit për të treguar çfarë ka ndodhur me dosjen McGonigal. Ti mendon që do të ishte i detyruar shefi i SPAK-ut të jepte një përgjigje publike më përpara me kërkesë të vazhdueshme të opozitës se çfarë ndodh me atë dosjen? Pyetja e parë, dhe motorizuar me këtë pyetje vjen e dyta. Përgjigjja çështja është nën hetim. Mund të gëzoj shumë njerëz që duan të ngopen me Luk Bosh. Po në rrethanat e Shqipërisë, kur fillimi një hetimi, jo domosdoshmërisht, bëhet i sakt, i ndershëm, i drejtë dhe çohet deri në fund, do të thotë kjo që jo domosdoshmërisht është një ngjarje e cilën ne duhet ta vlerësojmë? Pyetja e parë. Adi, unë kam ndjekur sot qoftë prokurorin e përgjithshëm, qoftë zotin Dumani. Që në kryeterës dua të them që kjo lloj prokurorie që kemi ne nuk jep hesap në sallë të gjyqit përpara gjykatës, jo në parlament, dhe për ironi të fatit njerëzit duhet të përgjigjen në SPAK, jepnin, e kupton, a kërkonin llogari Dumanit. Në fakt ata janë dy anët e të njëjtit ekuacion. Ata bëjnë sikur pyesin dhe ky bën sikur përgjigjet. Sepse nuk e kuptoj dot, ai ishi mbrojtur, shikoj, më komod se në komision të ligjeve nuk mund të ketë se prokurori, sepse ai në momentin më të vështirë të tij dhe në agresivitetin më të madh. Çfarë thotë, nuk dua të bëj koment se është proces. Po thot hetimi sekret thot. Dhe unë them vetëm kaq thot. Çështja është në hetim. Çdo vetëm çështja në hetim. Në hetim janë të gjitha aferat. Problemi është marrë njërin përgjegjësi penale për sa dëm ekonomik flitet. Pra, çështja dhe çka kanë bërë, tash janë bërë të zgjuar. Më përpara kanë pasur taktikën që i mbyllin ose nuk i fillonin çështjen. Tash çfarë bëjnë? E fillojnë çështjen po pa emër. Dhe mbajnë pezull dhe i mbyllin gojën dhe opozitës dhe gjithë opinionin publik që kjo hetohet, por përgjegjësi pa individ vetëm në Shqipëri kanë parë. Pra, që të hetohet çështja, flitet për firma konkrete, për shuma konkrete me tunelin e Llogaras, e kupton, dhe kur vjen puna, te emrat e personave mungojnë. Kjo bëhet, kjo mund ta mbajnë me vite në duar. Genc, nëse ti do kishe qenë shefi i SPAK-ut dhe ty do të ishte bërë pyetja edhe më përpara, do të ishte bërë një pyetje ty në raport me, për shembull, ekziston dosja me Gonigal, ka lidhje, është dërguar një porosi, ka një bashkërendim midis prokurorisë përgjithshme, kjo s'ka lidhje fare me hetimin. Të gjitha këto mund t'i bësh ti pa hetuar fare, pa filluar procesi. Ti lidhesh, kërkon dokumentacione etj, por s'ke filluar një proces. Ti vetë do t'i kishe dhënë përpara një përgjigje kësaj pune, apo do kishte mbajtur pozicionin totalisht të heshtur ndaj kësaj çështje nuk ka asnjë lloj prekje publike në diskutim? Shiko, ekspozimi, flasim për një prokurori të pavarur, në qoftë se do ishte e tillë. Kjo është një prokurori politike, e kupton, edhe gjithsesi prap nuk flet, nuk thot që çfarë bëhet me këtë çështje. Në fakt, ne kemi parë që ku i ka interesuar SPAK-ut, ajo ka një zyrë shtypi ku kanë dhënë edhe detaje
në momentin kur është dashur të sqarohet në momente skandalesh të mëdha që kanë ndodhur. Dhe Spaku ka shpjeguar deri në detaj. Pra në një kuptim Spaku ka neglizhuar eksaktësisht filtrin që e ka vendosur vetë dhe i përmbahet kur nuk dëshiron të flasi. Po ta shite të them, Adi, aty del Ulsi Manja dhe Fatmir Xhafaj dhe i kërkojnë llogari prokurorit Spakut. Tash më tregoni mua që kush e ka bërë këtë reformë në drejtësi në këtë drejtë, a kupton? Që të gjithë janë në hetim dhe asnjë pa ndeur ose i marr person në hetim. Person në hetim, jo çështje në hetim. Shiko, mos e ngatroni çështjen në hetim me personin në hetim. Çështja në hetim është zero, është kot. E kupton? Pra çështja në hetim është çështja në hetim pa krijuar një rezultat të hetimit është praktikisht një proces pa anë pa fund, pa përmas, edhe cila mund zgjatet dhe pastaj të përfundojë vetvetiu? Adi, këto janë çështje që kanë një fakt penal konkret. Pra ti nuk ke nevojë të bredhësh në gjithë Shqipërinë që të bësh hetime dhe ku do ngecësh. Këto fakte penale kanë fabulën e tyre, kanë personin përgjegjës dhe për nivelin profesional që ka Spaku, këto çështje nuk janë as pak të vështira për të hetuar. Është pengesa politike ajo që e bën këtë prokuror të dalë të thotë, sepse në fund të fundit ky prokuror sot, mbasi s'do i kishte fare këto pyetje, po të kishte vepruar brenda kohës që ligji i jep, për të marrë subjektet e caktuara në përgjegjësi penale, ose për ta pushuar çështjen, ose për të bërë mosfillim. Pra, prokurori që mban një dosje me muaj e me vite në zyrtar nuk është prokuror që heton. Ai luan një rol politik dhe e fillon çështjen, e hedh në publik të top dhe kur të marrë urdhën të veprojë apo jo, atëre vepron. Me një rastin e Erion Veliajt, sa vjet u deshën që flitej për ditë, për incineratorët, dhe në fund kur u godit, nuk u godit për incineratorët, që është kryevepra penale e tij. A kupton, po morën nëpërmjet shpenzimeve të gruas, jo 5D-ja, jo kjo ja, që edhe ato mund të jenë përgjegjësi, por bërxolla e asaj pjate është incineratori. Dhe ai nuk preket. Nuk preket sepse hapi çështjes inceneratorit, e kupton, të çon te kryeministri. Kështu që kjo është krejt e thjesht. Dhe unë çuditem, e kupton, që njerëzit duan të gënjejnë si zogun të rras. Kot. A kupton? Kalojmë në një çështje tjetër që të bën përshtypje Gens dhe natyrisht tregohet sot. Për zonjën Gjoka, gjykatëse kanë dhënë përgjigje disa institucione, kanë qenë përgjigje mohuse ose neglizhuese, nëse do mund ta themi kështu, nuk kanë pranuar të flitet ose është folur që ajo nuk ka ndonjë, pra nuk ka ndodhur asnjë ngjarje që mund ta pamundsonte pa aftësonte praktikisht fuqinë e saj vendimmarrëse në çështje gjyqësore. Po ndërkohë ka rezultuar sot që zonja Gjoka është në një lloj hetimi. Ose ndoshta në një hetim të plot. Shiko, zoti Adi, shiko t'ju shpjegoj diçka. Çështja e Irena Gjokës një herë u sollën e u pështollën sepse kjo nuk ka ndodhur sot. Ne kemi pretenduar që në kryet herës, u bë 2 vjet në lidhje me atë gjyqtare. Dhe këta nuk ndiheshin, si LD-ja, si KLG-ja, shikosh praktikën dokumentare që një herë KLG-ja thot kemi databazë që është shkarkuar atëherë 96 nga Berisha dhe pastaj kur ja kërkoi kuvendi tha jo nuk kemi databazë. Domethënë të gënjej i njëjti brenda 3 javëve, në dhjetorin e 2023-shit. I njëjti institucion gënjen. Një herë jep të dhënën neve si mbrojtje, pastaj herën tjetër kur kërkon kuvendi që do plaste aty, atëherë tha nuk kemi databazë. Pra, këto janë gardhi që është krijuar në reformën drejtësi dhe këta bëjnë sikur. Shikoni sot përgjigjen e prokurorisë përgjithshme. Ne nuk kryejmë hetime, po mirë ekzistencën e faktit që kjo gjyqtare është dënuar në Greqi dhe në formular është krejt e thjesht për Spakun që të inicioj çështjen dhe të marrë nën hetim gjyqtaren dhe të pezullohet dhe nga detyra, sepse ajo thot në asnjëherë asnjë gjykatë huaj apo shqiptare nuk jam dënuar, nuk jam deportuar, ndërkohë që këto kanë ndodhur, ai ka 2 dënime, edhe administrativ dëbim, e ka edhe penal për falsifikim. Dhe kjo është e mjaftë për Spakun, sepse ka detyrë Spaku ta trajtojë këtë çështje si një keqpërdorim detyre? Jo, kjo shiko, kjo është falsifikim. Këta duan të thonë
ta duan të thonë që ajo nuk ka pasur dieni në kohën që ka bërë formularin, ndërkohë që prokura që ajo ka bërë dhe ankimimet që janë bërë në emër të saj nga njerëz të mandatuar nga kjo gjyqtare në Greqi kundër vendimeve të gjykatave, vërteton në mënyrë direkte dieninë e saj, sepse unë në qoftë se nuk kam dieni për një proces, nuk mund të mandatoj një avokat të bëj ankim ndaj një vendimi. Pra këto janë dritë dielli që Spaku dhe prokuroria e përgjithshme thot prokuroria e përgjithshme. Dgjoj çfarë tha sot. Unë tha do marr dosjen, tha shikoj dosjen, çfarë dosje do shikoj? Këta do gjykojnë vendimin grek, është i drejtë apo s'është i drejtë, ka gabuar apo jo gjykata greke, e kuptoni se çfarë thon këta? Dhe kjo është një shpërdorim i këtyre që kryejnë veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës dhe Spaku i cili ka letrat në tavolinë edhe nuk vepron dhe mbajnë një gjyqtare e cila vazhdon gjykimin, gjykon Ilir Metën tash aktualisht, a kupton, vazhdon e qet gjykimet ndërkohë që ajo është për të ulur në një tjetër bankë në atë sallë, jo aty ku ka vënë gjyqtari, por duhet ulet në bankën e të akuzuar. Pyetja e fundit Genc. Çfarë Nën analizën tënde, si jurist, natyrisht, edhe si një njeri që je marrë, je në brëndësi të ngjarjeve, të qasjeve, të vendimeve ose jo, si të duk ty performanca e shefit të Spakut sot? Një. Dhe e dyta, kush janë njerëzit që konkurojnë për pozicionin e tij? Kush nga ata, sipas mendimit tënd personal, është më afër, në perceptimin tënd personal, është më afër kryeministrit Rama? Shikoni, e para, zoti Dumani nuk është herë e parë që del, dhe nuk është se ka ndonjë risi nga njëra herë në tjetrën. Ai ka atë stilin e tij, e kupton të thash, ai është tepër komod në atë pozicionin e tij, se thotë hetimi është sekret, del dhe thotë çfarë do ai o çfarë i kërkohet. Nga Komisioni i Ligjeve apo dhe në ku vënë interpel deputetët. Ju e keni vënë re këtë punë. Sigurisht ai tashi është në fund të mandatit, pra nuk ka shumë rëndësi qëndrimi i tij tashmë. Ai ne kemi thënë që Spaku është një organ i kapur dhe të gjitha këto çështje që ai thotë që janë nën hetim, nëse i dëgjuat ishin shumë çështje, por asnjërin prej tyre nuk ka një person të marrë në përgjegjësi, se unë nuk jam për teorinë e burgut. Ajo varet pas nga rrezikshmëria e veprës së autorit etj. Por marrje në përgjegjësi, asnjë person të marrë në përgjegjësi, që do të thotë që nuk është bërë hetim, ose është bërë hetim dhe nuk kanë guximin ta marrin në përgjegjësi, sepse është politika ajo që i jep okejin për pyetja ime e fundit. Pra po të dorëzoj Rama. What say you? Sa i përket kandidatëve, sigurisht që unë objeksionet e mia, jo vetëm unë, gjithë kolegët, avokat, prokuror, gjyqtar, nëse ka një mjedis ku debatohet dhe bisedohet, e kupton, do të shfaqen në moment të zgjidhjet kandidatura. Nga pikpamja profesionale, të gjithë kandidatët janë shumë të aftë, edhe Doloreza, edhe Adnan Xholi, edhe dy të tjerët, Elvin Kokaj, pra janë prokuror karriere, janë prokuror të kompletuar, të cilët profesionalisht mund t'ja dalin çështjeve. Problemi që kemi ne te prokurorët nuk është pa aftësia, është lidhja me politikën. Pa aftësinë profesionale. Neve kemi problemin se këta prokuror e kanë të mbërthyer deri te kopsa e fundit, këmishën nga politika dhe pastaj hidhet dhe një lak her pas here, dhe ky është i gjithë marifeti i kësaj reforme në drejtësi, që kjo reformë nuk është reformë, ishte një formë e re, pejorative, që e ka quar drejtësinë edhe nën plumba së fundmi, dhe kjo reformë duhet i jepet fund, sepse ju e dini se në çfarë targetimesh janë kandidatët edhe për sistemin e vetingut që nga më kryesor të reformës, që kanë ikur gjyqtarë që nuk duhet të largohen dhe janë larguar, e kupton, dhe kanë qëndruar ata që s'duhet të qëndrojnë. Kështu që atëre nuk është në vullnetin e një prokurori. Unë mendoj që asnjë prokuror nuk ka qejf të kapet. Bileu shumë veta u vjen dhe turp të kapen. Nuk duan të kapen, por politika nuk pyet. Dhe rasti sot shikoni, persona subjektet të ligjit që duhet ishin në përgjegjësi, ish ministri i drejtësisë,
për dosin 184 dhe për krimin e pandëshkuar, e kupton, i kërkon llogari për prokurorit të Spakut, edhe bën dirizhurën për të dhënë llogari Spaku përpara personave që ai mund t'i kishte objekt pune sot. Pra, këtu është kthyer e poshtër mja sipër, pra tavani është bërë dyshem edhe dyshem e është bërë tavan. Krejtësisht në fund, Genc. E ti me çfarë ta mbyllim? Kjo është rezultati i kësaj politike dhe i këtij vullneti qeverisës që ka bërë një reformë të njëanshme, të kapur politikisht dhe sot ky pushtet qëndron në këmbë për shkak të drejtësisë. E kuptuam, mirë, është e gjitha me nëpërmjet institucioneve të drejtësisë. E kuptova. Duhet ta mbyll pak me një sensumori me ty. E para, po ta hapi regjia planin, kjo dhoma jote është një dhomë ikonike televizive. Këtu në syri të gjithë e njohin, i bën përshtypje dy gjëra, që mbi kokën tënde ke një kuror të atij abazhurit spektakolar dhe mbi etazherin e bukur në të djathtën tënde është një biçikletë or e cila është bërë praktikisht shumë e famshme në rrethet juridike dhe më gjerë. Genc, të falenderoj shumë që ti gjithmonë je në... Ajo bicikleta ka një simbolik... Le të mos harxojmë asnjë sekond më. Të falenderoj shumë, dua ta lë në sferën e jashtëzakonshme të mjegullnajës që